Miq të Piskut, ju përshëndesim, uroj që t'jeni mirë dhe ne na bëhet qefi kur ju jeni mirë, se normalisht kur jemi mirë dhe kënaqemi, gëzohemi për njëri tjetrin, kjo është shumë e rëndësishme për mbarvajtjen dhe vazhdimsinë e jetës së çdo shqiptari dhe shtetit tonë kaq të mrekullueshëm që po e duan gjithë siç është Shqipëria dhe ndërkombëtarët, ku ne sot e kemi si temë kryesore bashkë me profesor Lukën. Mungon, ju jeni kërkuar shumë, por ka arsye të justifikueshme për shkak se sa herë që rikthehet lëvizin gjëra shumë të mëdha. Dhe rasti më konkret është ajo rikthimi i të huajve, më të fuqishme, ato që kanë botën në dorë, siç janë amerikanët në drejtsinë shqiptare në SPAK. Tashti mua më lejo të bëj ca korrigjime këtu, që amerikanët nuk e kanë me botën në dorë. Një, kryesorja. Se duhet të thënë kjo, shumë e rëndësishme këtë. Dhe shqiptarët duhet kuptojnë që duhet të marrin botën e tyre në dorë. Tani kush e ka më kthej një përgjigje tani, se na the nuk e kanë amerikanët, por kush e kanë? E ka ligji të thuash. Jo, çdo kush ka pjesën e vet. Çdo kush ka pjesën e vet. Prit tash të mbaroj. Edhe nga ana geopolitike, edhe nga ana juridike, edhe nga ana financiare e të tjera, amerikanët kanë humbur shumë dhe kanë humbur të paralajmëruar. Zakonisht italianët kanë një shprehje i paralajmëruar i shpëtuar. Domethënë, nëse amerikanët dhe europianët shumë kohë përpara, kur unë kam filluar që 15 vjet përpara të thosha që me këtë mënyrë të vepruari, me këto fshehje, me këto manipulime, me këto gënjeshtra, me këtë mungesë respekti totale ndaj ligjit, me këtë korrupsion masiv, këta do të humbasin shumë, ata nuk i dëgjuan këto fjalë dhe i humbën. Tani, deri tani Europa sundonte në shumë gjëra. Tani Europa pothuajse është bërë këto ultimatumet e fundit, të ndryshimit e fundit, këtë është ai duke shpëtuar le të themi ai jo vetëm që nuk po shpëton, po rrezikon shumë dhe po rrezikon akoma më keq nga Biden. Sepse në mënyrë agresive i është futur jo vetëm armiqve, po edhe miqve. Tu është për të vlerësuar, kjo që thotë Engjëlli si deri dje, edhe pse duke sigurisht mbështetës i Trumpit, por gjithmonë është oponent në. Edhe një herë mos i ngatroni gjërat, unë nuk jam mbështetës i Trumpit, unë kam linjën time. Duket se thash më. Jo, unë jam në linjën time, bile me qëra fjala, ju e keni dëgjuar në inboxin tim, në Facebook, më falni, në adresën email, unë kam me mira emaile që vinë nga Trump, aty edhe ftesa për të qenë këshilltari kabinetit e tjera. Tani, të gjitha këto kanë një yçkël brenda që unë edhe dje kam dashur t'ja u them atyre të ambasadës amerikane që erdhen në prokurorinë e Tiranës. Po ato që do të flasim. Po pra që do flasim, që na që nga një Engjëll Luka që na jetoka në New York, po që përdor adresën time email. Pra është një email tjetër. Tashti, ose është një tjetër atje, ose ambasada amerikane ndërhyn në të gjitha emailet e mia dhe ato emaile që më vinë mua nga zoti Trump mund t'jenë sa jese ambasadës amerikane. Prandaj ata zotërinj s'kthejnë përgjigje, sepse është një lojë që e kanë bërë vetë për të qorollisur njerëzit dhe për të qorollisur dhe mua. Dhe unë do t'i kërkoj atyre zotërinjve që të zbardhin këtë pikpyetje. Kush i dërgon emailet? I dërgon zoti Trump? Dhe nëse i dërgon zoti Trump, këta nuk kanë pikë respekti për presidentin e tyre? Shumë e rëndë kjo. Jashtëzakonisht e rëndë. Sepse sot ato të ndiqën hap pas hapi Engjëll. Ata mund ta kam thënë 100 herë, ata dinë në kohë reale, në çdo sekondë çdo gjë që bëj unë. Çdo gjë që bëj unë. Dhe le të themi luajnë me këtë. Sigurisht që luajnë. Ata manipulojnë, mashtrojnë, nxisin njerëz kundër meje dhe unë ju them me gojën plot që ata kanë nxitur edhe njerëz policisë së shtetit jo sot. Kush mendon, janë njerëz të ambasadës CIA? Po, ja kanë thënë qytetarun se sot kjo. Ja kanë thënë ka një ushtrim me agent këtu. Sot në media po diskutoj se zoti Rama do të na marka për shtetin shqiptar një DPI.
është një aparatur që intercepton, që kontrollon, që mund të bllokojë të gjitha çfarë mund të bësh në internet. Prit. Dhe këta të partive të tjera na që kanë shumë të alarmuar se ky do na veka një shtet super autoritar dhe është e vërtet si ashtu. Po unë ju siguroj që kjo gjë ka kohë që bëhet. Pra nuk është të tanishme, nuk është. Jo, ja fusin kote, ka bërë dhe Sali Berisha. Ja fusin kota. Ti je dakord me këtë lloj nisme, le të themi? Kjo gjë më e poshtër që mund të bëhet në një shoqëri njerëzore. Censur. Po s'ka censur më të madh se kaq s'ka. As Enver Hoxha se bën dot. E kupton? Do të thonë këto ditë që ky mbyll dhe TikTokun, mos ka lidhje dhe kjo gjë, le të themi, atëre çfarë do lloj forme që qeveria përdor për të nënshtruar njerëzit, për të kontrolluar ata etj, është një formë kriminale, antikushtetuese, antidemokratike, antiligjore. Pik. Vetë ju çfarë mendimi keni për mbylljen e TikTokut? Kjo është ajo kur është një super maskarallek, kuptohet ajo, është bërë me qëllim që ai të ruaj veten. E kupton? Ai e di që njerëzit janë të indinjuar me çdo gjë që bën ai. E kupton? Po le të futemi tek miqt tan. Po, ke miqt tan. Atëre, sepse ti pak më parë më bëre pyetjen tash a votojnë njerëzit, kush voton, pse votojnë, a duhet votojnë etj. Kjo është që bë off, pra jashtë kamera. Po. Bisedë lidhje. Dhe mos harro që unë para një vitja, para 6 muajsh, të kam thënë ty kur më ke bërë pyetjen, më ke bërë një pyetje ti mua kush është më mirë ky apo ai X-i. Dhe më të kam thënë sot në përbot nuk bën zgjedhjet se kush është më i miri, po se kush është më pak i keq. Këtë votojnë njerëzit. Domethënë kur shikojnë Edi Ramën me Sali Berishën, njerëzit nuk e kanë mendjen dale se Edi është më i miri. Jo. Është më pak i keq se sa Sala. E keqja më e vogël. E keqja më e vogël, pra. E keqja më e vogël. Po mirë, ju çfarë mendimi keni për votën? Atëre, njerëzit duhet votojnë. Duhet votojnë. Po. E dyta, është normale që partitë politike, subjektet politike të bëjnë propagandën sipas vetes tyre, normale fare. Nuk është normale që të blejnë e të shesin, nuk është normale që të kërcënojnë. A ka vlerë vota sot, pra, vota jote që ti... Atëre edhe zero. Po mirë, pra, pse duhet votojnë, pra? Po prit pse s'ka vlerë. Prit pse s'ka vlerë. S'ka vlerë dhe bën thirrje. Edhe njerë. Se jo që nuk kuptoni ju është kryesore fare. Sepse shqiptarët votojnë njerëz që nuk janë të tyret. Ta shpjegojmë edhe njerë. Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Meta, Arben Ahmetaj, e më the të thash, kanë qenë të gjithë që shikoni juve në spektrin politik shqiptar, janë njerëz që në një mënyrë apo një tjetër janë përzgjedhur nga të huajt. E kuptoni? Domethënë, nuk është se ata nesër me të ardhur në pushtet do bëjnë punën për shqiptarët, ato do bëjnë prapë për të huajt. Do vazhdojnë po të njëjtën linjë. Të njëjtën linjë. Merika do prej tyre ata janë tani. Ne do na shesin ndryshe le të them. Pavarësisht se mund të duket që Edi Rama është më i pushtetshëm, më i fuqishëm, më autoritar, po prapë është një ushtar i dikujt tjetër. Nuk është i Shqipërisë. Dhe kjo është më e rënda. Prandaj juve shikoni njerëzit që gjysma e shqiptarëve kanë ikur, e gjysma tjetër kërkon të ikë. E qartë, por çfarë rëndësie ka vota pra, kur ndërkohë këtu vazhdojnë po njëjta linjë thjesht ndrojnë këto personazhet nga Berisha, Rama, pavarësisht se sa më pak demokraci është më mirë se sa hiç demokraci. Vota jona vendos për demokraci, thoni ju, pra është në një mënyrë apo në një tjetër është demokraci. Por edhe një shprehje tjetër që thuhet që nuk ka rëndësi kush voton, por rëndësi ka kush numëron. Po sigurisht edhe kjo është e rëndësishme. Nuk diskutohet. Po kjo në një farë mënyrë është dytësor, sepse është një proces që mund të kontrollohet numërimi i votës. Po ti s'mund të kontrollosh faktin që... Kush e kontrollon sa herë që kryen votimet tu, pasi numërohen, të hapen kutit. Dhe kërcet krushti. Çe kutit? Kutit as nuk hapen, as nuk... Shqipëria gjithmonë më tepër bëhet një vend qesharak. E vërtet. Dhe mos harroni këtë se në këtë qesharak lek janë të përfshirë pak a shumë të tërë. Dhe me që unë të thash ty, ne do flasim për temën kryesore që është rifutja e Amerikanëve në SPAC. Tashti,
Kur thamni që ata ja kanë mbathur me vrap se janë në konflikt interesi para 2 javësh? Para 2 javësh, e vërtetë. Para 2 javësh unë thash që ata nuk futen. E kupton ti? Dhe ata me njëherë u futën, është një kundër përgjigje, është një kundër sulmi tyre. Nuk është me të vërtet nevoja që ata të jenë atje që të shpëtojnë shqiptarët nga padrejtësia. Ndoshta edhe për gjithë ata që na ndjekin. Ata nuk është se kishin plan për të rifutur prapë, por për shkak të kësaj që bënë u rifutën. Për të na shitur se mos krijojnë imazhe të tjera njerëzit. Dhe nuk është e thënë që me të vërtet kjo të jetë porosi e stafit të zotit Trump. Mund t'jen këto mbeturinat e Sorosit. Akoma se s'është. Po s'diskutohet ata e thonë dhe vetë, ai e thot për ditë vetë zoti Trump që ai është në sulme të vazhdueshme nga gjithë ekipi kundërshtar, përfshirë aty prokuror, gjyqtar, gazetarë e tjera, dhe natyrisht ata që kanë qenë në pushtet. E kupton? Kjo nuk është një gjë e re, një gjë që s'dihet, dihet për të gjithë botën. Dhe akoma më normale këtu ku Soros ka 35 vjet, që është në pushtet. Ai është në pushtet këtu. Ashtu. Kështu që kjo është një ranë, po ne do flasim çik më gjerë që njerëzit ta kuptojnë se çka ka ndodhur. Në momentin që amerikanët, domthonë mos gaboj, parti mbi parti janë futur në SPAC, domthonë kanë thënë që jemi prapë. Ne kemi thënë që nuk jeni dakord për të, që të futen amerikanët, në asnjë mënyrë. Ne kemi thënë edhe herë tjera, institucionet shqiptare duhet të mbeten shqiptare dhe duhet pastrojnë veten dhe qytetarët duhet bëhen aktiv, jo të mbajnë syt nga amerikanët e nga të tjerët. Pik. Sa për parantezë. Tashti, ju nuk e kuptoni që kjo nuk është vetëm e gjë që ka ndodhur. Janë ca gjëra që ju nuk i kuptoni dot. Një. Para 3 ditësh prokuroria e Tiranës ka marrë të pandehur zyrtarisht Ervin Muçën, ish drejtorin e IT-së së policisë shtetit. Ai që u kap që tjetërsoi të dhenat, i eksportoi, i fshiu e tjera. Kjo është akuza që ka formuluar prokuroria e Tiranës me prokurore Anisa Qilimin, dëgjojeni mirë. Anisa Qilimi është vetë një prokurore manipulatore, e kallëzuar nga unë si e tillë. Dakord? E kundërshtuar nga unë dhe ajo të paktën 2 herë ka pranuar që të japi dorëheqje sepse e di që ka pasur një rast ku ajo ka manipuluar dosjen. Që nga të vetme që ka kapur ndërgjegje le të themi, apo? Po tash ajo e di që s'ka nga e ndryshe. S'ka nga e mban, domethënë ajo është ndërgjegjshme që nuk mund ta thelloj konfliktin. Ndryshe nga Leonard Filopati që është kallëzuar 4 herë dhe vazhdon bën të njëjtën lojë. Dhe në kohën që domethënë Anisa Qilimi ka nxjerr përfundimisht domethënë akt padin që i ka çuar gjykatës besoj kundër Ervin Muçës. Në po atë ditë, dëgjoni mirë, amerikanët kanë vajtur në SPAC, në po atë ditë apo një ditë para, një ditë mbrapa, italianët kanë ardhur këtu, ka ardhur prefekti i Romës dhe ka pasur takime të rëndësishme me policinë shqiptare, me krerët e policisë shqiptare. Tani, dëgjoni mirë, kush është Ervin Muça? Dhe si arriti Ervin Muça të futet në të dhenat që përbëjnë sekret kombëtar, domethënë ato janë pjesë e sigurisë kombëtare. Nuk mundet kurse si që njeri të ndërhyjë në sistemet e sigurisë kombëtare. Këtu kemi të bëjmë absolutisht me tradhti. Po me tradhti në favor të kujt? Sepse Ervin Muça, për të mbrojtur veten, natyrisht thotë që unë nuk kam bërë faj, nuk kam ndërhyrë, nuk kam futur ujë berë, nuk kam shkatruar, nuk kam prishur, nuk kam marrë, nuk kam hequr, e kupton? Normal. Ai është dhënë fajtor dhe normalisht ai thotë jo. Nga ana tjetër ai shton që askush nuk më ka nxitur mua, thotë. Sepse natyrisht që të ketë një tradhti, duhet që ky ka shërbyer dikujt. Se ky s'është i shmendur që vajti atje, futi ato dhe i shkatroi. E qartë. Për arsye çfarë? Pra ka një nga pas le të themi, ose 1, 2. O, sigurisht ka disa. Disa, bravo. Dhe janë pikërisht amerikanët dhe italianët. Bashkë? Apo vetëm për interesa ndryshme, por për interesa të ndryshme, por bashkoni një pikë. Po të njëjtës linjë. Të njëjtës linjë. Ashtu. Tani. Që bëhet fjalë për çfarë? Tani, dëgjoni mirë.
Në moment Mërë Engjëll ku na fut më në qa ujra është na fut dhe ka thënë gjithmonë që të bëhet më mirë duhet të bëhet çik më keq. Duhet bëhet më keq, të turbullohet që të filloj të kuloj dhe ato mbetërina të dalin. Atëherë, dëgjoj këtu. Në policinë e shtetit kanë ndodhur dhe vazhdojnë të ndodhin çuditëra dhe maskarallëqe nga më të tmerrshmet. Domethënë, nëse në policinë e shtetit që natyrisht se janë 13 apo 15.000 policë, ka një masë shumë të madhe njerëzish policësh që punojnë me ndërgjegje, kryejnë detyrën e tjera, i gjenden publikut në kohën që kanë nevojë e tjera. Po faktikisht të gjithë ata që përzgjidhen sepse kanë rënë dakord që t'i binden një urdhri më lartë, jo ligjit. Tani, historia është kjo që në ditën X, Amerikanët të alarmuar thanë që ka pasur një ndërhyrje në Teams. Dhe midis të tjerash thanë që të rrezikuar jemi dhe ne. Sepse në të dhenet e policisë së shtetit, domethënë sistemi Teams janë dhe hyrje daljet e agjentëve tanë. Domethënë të cijas të shërbimit sekret, domethënë Secret Service që quhet atje, të NSA, të DEA e tjerë. Dhe ky mund të quhet shqetësim normal. Prit tash. Mirë, po Edi Rama tha që nuk ka pasur një shqetësim të tillë. Dhe ta ulan balla që ka në asnjë mënyrë që ne tek ne të futen një muhabet. Dhe fjalë kur ishte ministër i brendshëm. Dhe duket sikur këta të tërë kanë qenë kundra njëri tjetrit. Domethënë ka pasur një konflikt midis tyre. Edi Rama, ta ulan balla dhe gjithë shpura e kësaj lloj qeverie janë njerëzit që sakrifikojnë veten për padronin. Ne bëjnë edhe këtë gjë. Përveç Arben Ahmedit që ai ishte spiun i CIA-s dhe vazhdon të mbrohet, sepse është spiun i CIA-s dhe vazhdon të përdoret sepse është i tillë. Atëre. Thjesht fare, amerikanët si padron kanë urdhëruar këtë lojë së bashku me italianët. Më dëgjoj mirë. Sepse italianët e din shumë mirë që ka pasur hyrjedalje të njerëzve të inkriminuar, njerëz me rrezikshmëri maksimale që kanë kryer krime këtu dhe kanë marrë mbrojtje nga shteti italian. Kupton? Dhe kanë qenë të interesuarit maksimal që të zhduken këto lloj të dhenash. Po të njëjtën gjë kanë edhe amerikanët. Edhe amerikanët kanë pas njerëz të tyre këtu që kanë bërë veprime të rënda kriminale dhe ata nuk duan që të duken kur kanë hyrë, kur kanë dalë. Dhe të tëra këto lidhen me kallëzimin tim në prokurorinë e Tiranës të datës 10 korrik të 2023-shit. Domethënë vetëm 2 javë, 3 javë para se të ndodhte kjo çudia. E kupton? Dhe pse ja dhanë Anisa Qilimit? Ashtu. E mbani mend rastin e Olsdados apo jo? Po. Olsdado një super. Po pra, vetëm histori me Erion Velian Olsdado. Po pra po. Kështu që tashi Olsdado para se të merrte historinë ku na doli trimi me flet që arrestoi Erion Velin. Kjo do të thotë që ne jemi mbrojtët e Erion Velia. Dhe shumë mirë bëri. Po Olsdado ka një 3-4 vendime mos fillimi atje, ndërkohë që Ashiqare ka marrë në mbrojtje autor të veprave penale, dyshuar edhe gjyqtar. Pra të tregohet një prokuror shembullor siç është treguar dhe me rastin e Renveliet. Po, dyshuar edhe nga vetë struktura SPAK GKKO dhe BKH. Nga strukture posaçme. Domethënë Olsdado është një lloj kamikazi që shërben në të kundërt të ligjit pa pasur problem fare. Sepse ai tashmë ka një historik që ai ka marrë post të pamerituar. Që nga aja. Që nga fillimi fare. Që nga fillimi fare. E kupton? Çka ka qenë Bojaxhi Angel? Po digjaun. S'ka qenë po. Kruante ato. Si kaloi nga një profesionist. Ishte noter diçun. Jo noter, ka qenë madje ka qenë Hiç asgjë. Po s'ka rëndësi diçun. Pa lidhje me fushën e drejtësisë. Një ditë të bukur, një orë takri me Ina Ramën. Spiune Ina Rama, dalë se spiune jo. Si spiune? Spiune, është në listën e sigurimit të shtetit e Shikut. Shikut. Ere.
Ta dini ju. Mos flasim për ato. Po unë jam kam thënë 100 herë juve që mos flasim për ato se dëgjoj këtu në Shqipëri postet i marrin vetëm njerëz që kanë një dakordsi kriminale. ndryshe s'ka, nuk bëhet. S'bëhet të si merr njeri herë çun. Do të shikosh ata 3 ortakët që kanë zaptuar rerën e hedhur, domethënë pjesën më të bukur të Shëngjinit. Atëre, kush janë ata? Janë çajë Trebicka, ku dëgjon, ha? Dhe njëri prej tyre, ai kryesori, është i ardhur nga Italia. Domethënë gjitha ajo pronë që do zhvillohet, këta strategjikët, janë pik për pik e njëjta gjë si Ilir Rapaj, që është në Burg, në bashkëpunim me ata të shëndetësisë. E njëjta gjë, absolutisht. Shteti shqiptar, si më falë për shprehjen lavire, bën çdo gjë që i kërkojnë bosët në Itali. Po si ka mundësi Angel, ndërkohë që bëjnë lavirën që thoni ju, po ndërkohë këtu shqiptarëve nuk e di ai ke para ato vite që protestojnë atje, po mediat as nuk e japin, por që protestojnë atje që i kanë zaptuar tokën apo po normale. Çajin shqiptarët atje. Po normale, nuk e kuptoni ju. I preket e shkatrohet e drejtë aty. Po nuk e kuptoni edhe një herë. Po mirë ti 20 vjeç po i themi ik, mo, ik i thot fëmijës vetë nga Shqipëria. Edhe një herë. Ndërkohë që ky thotë që në sezonet për 2 muaj shqiptarët në Bregdet bëjnë nga 30-40.000 euro. Ose ka shqiptarë që mbajnë ata që kanë ikur jashtë, shqiptarët në Shqipëri që i mbajnë me lekë ato që kanë ikur jashtë. Nuk e kuptoni juve kur një njeri lejohet të grabisin, siç më kanë grabitur mua, ditën për diell, kur grabisin institucionet, kur grabisin bankat, ç'a kujtoni ju se ka njeri që ja u mban me dorën këtyre? Po se mban me dorën, prandaj unë ju them 1 milioner dhe ju kam thënë të tërve këtyre që gjasme janë politikanë të rinj. Ju s'keni asnjë shans për të fituar. Është vërtet, i kanë parë që ka takuar gjithë nuk keni asnjë shans për të fituar sa kohë që ata kanë para dhe prona të grabitura në dorë që mund t'i përdorin si do qefi. Ata e kanë shumë të lehtë të blejnë vot. Me asnjë nuk bie dakord me këta Angel, me këta politikanë. Edhe një herë, sepse këta nuk janë shqiptarë të çun, janë. Po këtë të thash unë. Nuk ka asnjë njeri në Shqipëri që mund të marrë pushtet, apo që mund të futet për të kandiduar nëse nuk ka rënë dakord me ata jashtë. Po edhe kur nuk ka rënë dakord ata jashtë, këta këtu, cia me shok, ju thonë, të kemi xhan. Idhu këte nga ne, lera atë. Djalli, futet djalli. Angelin e keni këtu që po hap syt për ato se çka po ndodh në background. Atë në background ju të nderuar shqiptar, mos harroni një gjë. Nuk keni asnjë shans që ta merrni vesh të vërtetën nga gazetarët shqiptar që i tremen së vërtetës. Një gazetar normal, nëse dëgjon një lajm, sado i çuditshëm, sado i keq të jetë, sepse lajmi i keq është lajm i madh për gazetarin. Do të thënë kur një gazetar dëgjon një lajm, ai futet, bëhet kurios, kërkon sa më shumë të mbledhë informacion dhe t'ja jepi publikut. Qa ndodh me gazetarë shqiptar? I ke parë videon të ja fusin vrapit ata, ikin nga ana tjetër, kur më shikojnë mua. E vërtet. Që vërtet e kapur me... Hajdeni me mua, se po jo them. Domethënë, Angel, diçka për ta mbyllur se për shkak se jemi edhe në shi dhe kamera është në shi, po ne spyesim nga patjetër që jo, po vetëm se ka mos ta ndodh diçka, jo, po. Atëherë jemi të detyruar të afrohemi këtu që të mbrojmë që kamerën. Se kështu në tha Altini dhe ka të drejtë zoti Altin. Na e beni Allahu çuna. Dëgjoni këtu tash. Gjëja është shumë serioze. Shqipëria është maksimalisht në rrezik. Unë kam dërguar përsëri një letër dhe disketën Syri TV, sepse është Syri TV ai që ka propaganduar më shumë fjalët e Arben Ahmetajt. Ti të heroi që po sulmon nga të 4 anët qeverinë. Ata letë kanë krijuar këtë serial. Po pra, në thelb ata janë absolutisht armiqësor ndaj vendit të tyre, sepse nga aja ata kanë bërë çmos për të mbrojtur Francesco Becchetin dhe kanë gëzuar, ata kanë bërë fest kur Francesco Becchetti i merr 110 milionë euro shqiptarëve, një njeri i dënuar me 16 vjet burg nga gjykata tona. Gjëja e rëndësishme është që të kuptoni se një gazetari siç pretendojnë ata, dhe siç pretendojnë dhe gjithë të tjerët, që i shmanget e së vërtetës nuk është gjë tjetër veçse një armiku më i rrezikshëm i një populli që kërkon demokraci dhe që kërkon drejtësi.
Është një nga pushtetet më të rëndësishme, Është nga sidomos në kohë për mua në gjykimin tim po pra, sepse unë ju siguroj që nëse mediat që ku publiku ka akses të plot, siç janë Syri TV, Radio Televizioni Shqiptar, Klan, Vision Plus, Top Channel e tjera, janë të tërë ata që kanë përfituar. Ka që shihet nga të gjithë, po pra, shihet nga të gjithë. Trajtojnë Jo. Ata bëjnë sikur luftojnë me njëri tjetrin, kanë mbledhur analistë që me ndërgjegje të plot tjetërsojnë të vërtetën ose e fshehin të vërtetën, dhe kjo nuk mund të jetë gazetari. Kjo është një nga format më të rënda të manipulimit të publikut. E kupton? Unë jap disketën, ju kam thënë, më thërisnin në studio, kam një mal me letra të gjitha të zyrtarizuara, do të thonë janë vendime gjykate, vendime prokurorie, kallëzimet që kanë marrë oficerët e policisë e tjera, gjithçka është e dokumentuar. Dhe zotërin nuk bëzajnë, nuk përgjigjen ata. Sepse po ata kanë përfituar dhe vazhdojnë të përfitojnë. Ata praktikisht po paguen nga paratë e Arben Ahmetajt që i ka të vjedhura. Që janë të tuat. Janë pjesërisht të mijat, se ka vjedhur të tjera. Ka vjedhur të tjera, po ka vjedhur të mijat. Ti je një nga ata që po i shkojnë nga pas, domethënë për ta zbardhur dhe për të marrë drejtën tënde. Ka që vërtet është kjo sa që jo vetëm prokuroria nuk bëri absolutisht asnjë gjë, dhe prokuroria dyshohet edhe një herë të jetë pjesë e oborit kryeministror. Ka lidhje gjaku atje brenda, lidhje familjare. Dyshohet, të paktën derisa të marrin përgjigje nga ata që s'kthejnë përgjigje, nga prokuroria e përgjithshme. E kupton ti? Dhe të tërë këta janë të molepsur me njëri tjetrin. Edhe derisa Ali Berisha thot atje i paguan atij Lasivitas një mal me para, thot, po ç'ne ai ka ardhur vullnetarisht këtu se i dogji barku për demokracinë shqiptare dhe për liderin historik. Ç'është ky term lider historik? Idiotësira re budalla. Historik e kemi këtu mbrapa ne që po na thonë çdo ditë po na mbulojnë. Po idiotësira arti çun. Këta janë njerëz që i kanë bërë dëme maksimale popullit shqiptar. Kanë vrarë, kanë prerë, kanë vjedhur, kanë masakruar, kanë manipuluar, kanë fshehur, kanë korruptuar, dhe mbi të gjitha kanë tradhtuar pikërisht në momentin kur shqiptarët i prisin demokracinë. Fiks. Ata dhe të tërë kanë bërë njësoj kështu. Të njëjtën gjë bën Altin Dumani sot. Altin Dumani është pikërisht njeriu që manipulon drejtësinë, manipulon hetimin në mënyrë të tillë që e vërteta mos dalë asnjëherë. Që të rikthehem pak me që shkova te Altin Dumani. Pse s'po ndjehet tani spaku me këto? Erion Veliaj, po fut në qoshe atje. Elir Meta fut në qoshe. Po dalësh këta. Po që ne menduam që të ndodhte të kishte një vrull pak më të madh goditi. Të sigurisht ja lan gati, le të themi Ramës, Bashës dhe Berishës. Tani ka filluar te loja ku i Rama. Edhe një herë mundoni ta kuptoni që siç kam thënë për të 1 milion të nerë, ata nuk e kanë qëllim të bëjnë drejtësi. Ata kanë qëllim të mbushin mendjen shqiptarëve që do bëhet drejtësi. Që po bëhet dhe do bëhet. Po punohet fort. Domethënë, qëllimi i tyre është që të japin një ndjenjë dhe një perceptim të gënjeshtërt. Ti mbajnë njerëzit me ujë të ngrohtë. E kupton? Po këta bëjnë kërdin këtej. Çdo ditë mediat kanë ky jepi tenderin kaq milion këtej, kaq milion andej, për çfarë? Për gjëra që s'ekzistojnë fare. Apo për gjëra që janë ku larg cilësisë apo asaj që është kërkuar, apo që pretenduar se do bëhet. Këto çfarë janë këto? Po ju mos harroni një gjë që ai SPAK atje nuk është ngritur për tenderat. Ai është ngritur pikërisht për ata fshatarët atje që kërkojnë tokën e tyre, që u grabisin biznesmenët e lidhur me qeverinë. Për ata është bërë ky. Nuk është bërë SPAK-u që të luftojnë këta maskarent me njëri tjetrin. S'është bërë SPAK-u për atë. SPAK-u është bërë për t'i dhënë drejtësi atyre që nuk kanë mundësi ta marrin drejtësinë. Sepse ka vluar korrupsioni, dhuna e tjera. Atëherë çfarë bëhet? U ngrit kjo strukturë pikërisht nga mëkatet, le të themi. Kjo strukturë u ngrit pikërisht që të mbrojë njerëzit që nuk kanë mundësi të mbrohen.
Ndërsa ata ç'a bëjnë? Fillojnë prapë. Sala tha kështu, ai tha ashtu. Ky bëri kështu, ky bëri kështu. Ky na mori parat, ky na mori. Unë ofrova më shumë, ti ofrove më pak. Pse të mos e marr unë? Po ku ti plazi, e? Ku ti plazi? Qa ndryshimi ka kjo për njerëzit që kanë vojtur deri tani? Për 90% të shqiptarëve, qa ndryshimi ka? Asnjë. Qa ndryshimi ka se ka bërë ai shpërdorim detyra atje në ministri? Kujt i plasi? Shteti demokratik dhe shteti ligjor, shteti të drejtës së njeriut është ai që lufton për të drejtën e individit. Jo për shtetin. E kuptoni apo jo? Domethënë, aja e asaj strukture duhet ishte demi që është bërë Altinit, demi që është bërë Anglit, demi që është bërë ati punëtorit atje, demi që është bërë atyre fshatarve atje, demi që u bëhet atyre që grabisin ujin. Ku ti plasi për Erion Velia në buridhët? Erion Velia i ka vjedhur sepse i kanë thënë vith edhe na jep ne. Trosh fare. Ku vajtën 130 Ka qenë çuni mirë, kanë bërë shumë të keq. Sigurisht. Të tëra kanë qenë çuna të mirë, kanë bërë çuna të keq, nuk e kuptoni ju. Po sot ai ka ra xhitoni thua apo vazhdon akoma, është nuk bëhet më çuni mirë. Tani më dëgjoj çik. Më dëgjon çik këtu mua tani. Të kam thënë unë drejtsin këtu e bëj unë. Po jo se unë jam gjykatësi apo jam prokurori. Po sepse ata kanë frikë nga ato që them unë, ata kanë frikë nga fakti që qeveritar të huaj, sepse nuk është qeveria franceze ajo që i thotë Edi Ramës ti do punosh për ne. Është Emmanuel Macron, apo ka qenë Nicolas Sarkozy, apo ka qenë një tjetër që ka thënë puno për ne. E kupton? Dhe pse të punosh për ne? Që tenderi po themi me që dha fjala për Lalierin, u bë një tender? U caktuan që 30 milion euro. Ku vajtën parat që s'ka asnjë kokër gjikundi? Ku vajtën? Në duart e këtyre. Në duart e këtyre. Bej, thonë atyre, s'të prek njeri. Vithën në Shqipëri edhe ikë në Itali. S'të gjejen gjë. Vrit, këtu shko në Amerikë. Po, shpëto. Po, t'japim edhe një marë me para atje. Problemi madh? Jo vetëm me francezët, por edhe me italianët, marrëveshje e Ramës me Meloni për këtë, ndoshta do po ka tradhti e pastër erdhiçun. Kim edhe diçka tjetër që ma ke lënë pezull prej kohësh. Po pra pezull është që ndërkohë që ata më përndjekin mua fshehurazi, sepse në mënyrë kriminale s'kan asnjë gjë që të më thonë, ndërkohë që ata mua më kanë marrë peng dhe shtyn edhe njerëz dhe mi konkretisht, gjë që ka ndodhur edhe para 2 ditësh, sa për t'jeni, Çfarë? Kanë shtytur, s'po ta shpjegoj, por në një mënyrë apo në një tjetër, janë munduar të ringrejnë konfliktin me njerëz dhe mi. E bëjnë shqare fare. E kanë sistematike që nuk duan që unë kurse si të jem në marrëdhënie të mira me njeri, sidomos me njerëz dhe mi, me familjarë dhe mi. Deri aty kanë shkuar, që deri aty ka shkuar, po nuk futet asnjëri në shtëpinë time erdhiçun. U kam një marrë me njerëz. Asnjëri s'futet në shtëpi, imagjino as fëmijët e mi. Se kur të thot çupa që baba unë të dërgova 300 euro që më kërkove për ilaçe, dhe ti si merr, çka ke bërë ti që si merr? Çka ke bërë që s'ti japin? Çka kam bërë unë që s'më japin? Dijeti? Foti, digjeti? Jo më... Ashtu dhe, tani... Kemi kohë që njihemi, jo vetëm unë, por edhe njerëzit njohen si kush jeton, deri diku e ka... Tani këta janë psikopatë, rëqon, duke kuptoni, këta janë psikopatë komplet. S'më qëndron kjo gjë, kupton? Ore, këta janë të marrosur komplet dhe janë marrosur sepse ata të huaj të thonë bëni kështu se të tjerat i dim ne. Bej kundër ligjit, po të do ligjet tjetër të marru në mbrojtje, të qojnë Amerikë, qojnë Francë, qojnë Gjermani, qojnë Kinë, ku të dushti. Bej, Ervin Muqa nuk ka vajtur atje me xhepin e vetë, nuk i plasi ati të shkatroj sistemin. Ervin Muqa ka qenë në Itali, ka qenë i burgosur, ka qenë i marrë në nëhetim dhe është liruar me qëllim që t'i shërbej shqiptarve, italianve këtu. Dhe shteti shqiptare ka promovuar sepse kështu ja kërkojnë italianët.
Se kuptoni? Ka që thjesht është. Shikoj, janë të gjitha, kjo është aja. Dhe ai e bëri njërë këtë më përpara dhe e falën e ngritën prapë në detyrë. Dhe mos bërtit shumë se afrohet policia në përshkruan. Policia... Për ta mbyll. Shikoj ajo çupa, po buzqesh ajo sepse ajo e di punën e vet. Ajo e di që është ligji në mes edhe mua s'm kërcet, më falni për shprehjen se. Engjëll për ta mbyll tani, për ta mbyll. Për ta mbyllur shqiptar, dëgjoni mirë. Nëse lejoni që njeriu juaj, njeriu që ju ka marrë në mbrojtje, njeriu që mbron shtetin, njeriu që mbron ligjin, njeriu që denoncon dhe ju e lini vetëm, gjithmonë do mbeteni vetëm dhe gjithmonë do mbeteni të poshtëruar nga ky shtet mizor e gjysmë psikopat. Mos e harroni këtë. Nuk ka institucion që punon në thundrën e tuajve dhe punon për shqiptarët. Nëse punon në thundrën e tuajve, punon për ata. Nuk punon për ne. Do ta kuptoni ndonjëherë? Inshallah, dhe me shpresë rrim. Zotërinj të Syri TV, ju kam dërguar një letër, ju kam dërguar dhe një disket, hapin e të disketën, jepen në shqiptarëve të dëgjojnë se si merret vendimin në gjykatë dhe në prokurori. Kundër Angjëll Lukës, dhe kur e ben kundër Angjëll Lukës që ka një marrë me shkollë, një marrë me eksperiencë, me disa gjuhë të huaja, profesore më dhe të thash. Dhe që një ligj më mirë se sa ata që vendosin për të. Natyrisht që njeh ligjin, se ndryshe s'do t'i bënte gjithë këto që ka bërë. Qa ben me të tjerët këta? Dini gjejuve? Zotërinj të Syri TV. Më nxirni që ka ti përballë me Arben Ahmetajn se para 7 vjetësh e kam kallëzuar të parin, bashkë me Fatmir Xhafën. Zotërinj, para se të pretendoni e të meni 1000 analistë atje ku të pretendoni se po je beni gjemën për të mbrojtur drejtësinë e për të mbrojtur opozitën, thojni të vërtetën të tërë. Ashtu siç është. Kalofshi mirë.